që janë duke përjetuar për disa ditë, nuk e di nëse je në këtë emocion edhe ti ose jo. Besoj edhe ti, unë besoj fuqishëm, kam besu edhe ma herët, kam besu edhe atëherë kur tjerët kanë qenë të dëshpëruar se as mundu më pranu në UEFA as FIFA. Kam besu edhe atëherë që na do të duaj fillimisht lunë me ndeshje miqësore, me fillu rrugtimin ton drejt kësaj që do e përjetojmë nesër, edhe këtyre që kena përjetu me emocionet me këta lojtarë deri këtu, sepse nuk ka qenë rrugë e lehtë, që përkundër barierave që kanë qenë statutare në UEFA, ne me e kalu pranimin në 2016 në UEFA, më pastaj edhe në FIFA. Sepse kjo periuda 2014 kur FIFA në lejon zhvillimin e ndeshjeve miqësore, ka qenë test për neve. Ka qenë test edhe në organizimin e ndeshjeve, edhe në disiplinë, edhe në shikust, sjelljen e shikuesve, edhe ne kena kalu me sukses. Prandaj nuk mund me harru që në këto momente kaq të rëndësishme për futbollin e Kosovës, protagonisti kryesor, njeriu më meritor, ka qenë legjenda e futbollit Fadil Vokri. Absolutisht. Ai përmendi kushtrimi ndeshjen me Turqinë. Ndeshjen me Turqinë ka siguru Fadil Vokri. Ka lujt atje, raportet e tij të shkëlqyeshme me Fenerbahçen edhe me kryetarin e Federatës së Futbollit të Turqisë. Ka ndar për hatër Fadilit, përndryshe na ende kemi qenë pranuar zyrtarisht të FIFA dhe në UEFA kur kemi luajtur me Turqinë në stadionin Olimpik Adem Jashari. Dhe për mu, edhe sot, vetë arritja deri në këtë fazë është sukses, edhe është histori e këtyre djemve që na kanë bërë një krenar të gjithë. Edhe në këto fazat e hershme të pranimit tonë, kam thënë veçanti kur ka pas shumë dilema edhe të lojtarëve sa duhet me luajtur për Shqipërinë, a duhet me luajtur për Kosovën. A kam thënë se edhe ata që janë në kombëtarën e Shqipërisë do duaj me pas një strategji të përbashkët që me luajtur për kombëtarën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për promovim në arendën ndërkombëtare. Edhe askush